Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Qën kemi? Blerina, po të pyes, a blen para... ky ishte një Mano Chao i fundit, po, në albumi i shtatorit vitit kaluar. Po të pyes, a blen para lumturinë, ç'do më thoje? Është pyetje klasike e stërlodhur, Po. por do ta shohim me një sy të ri. Po, në ditët e sotme them që deri diku edhe nuk e blen. Gabim i madh. Ka dal indeksi i lumturisë. Ne jemi Është në raport të drejtë me do të them. hajde. Ka dal raporti botëror i lumturisë dhe është nuk është një raport nga këto që pra është bërë me kritere të sakta, i qëmtuar në mënyrë shumë serioze etj etj. Kush na e ka matur? Në 140 shtete na kanë matur ata Ata që din të masin. të Kombeve të Bashkuara. Dhe Shqipëria që nga e 89-a Nga 140. Nga 140 shtete. Po ke parasysh që ato mas nesh e gjithë janë në vende në luftë. Ose diktatura. Po. Kështu që Ne mjafton të them që në kufi mes Kosova, që është vendi më i varfër në rajon, është shumë e lumtur se ne. Sa më e lumtur? Është e 29-a në botë. A më futja kot. Dhe 18-a në Europë, po. Dhe do të Serbia që na kanë halë në sy etj, ose kur them Serbia më vjen kështu të futem në Facebook e të shaj. Serbia, Blerina, është në të 31 vend në botë. Ne jemi 89-a. Po çfarë na bën ne kaq? Të them një vend që është një vend me 100.000 halle, luftra etnike, që është Bosnia-Hercegovina, e 56-a. Ne jemi e 89-a. Jo, ti do më thuash ç'a vendi është? Po, ti do më thuash. Do të them. Ç'a vendi është Gjermania, Anglia, lart. Italia, pa aty. Aty janë shqiptarët e lumtur. Të lumtur. Blerina, unë mendoj aty janë bitë tanë që ua kanë ulur ndoshta pak mesatarën dhe atyre. Ku nuk ka shqiptar? Në Finland. Çfarë vendi para? Jo, po ky ishte një parajgjykim i poshtër për fëmijët tanë, për fëmijët kur themi bit e këtij vendi. Po, unë mendoj që kur shkojnë atje janë të lumtur, Kolo. Atë mendoj dhe unë. Do të tregoj cilat janë disa nga kriteret kryesore dhe këto vlen për të kuptuar Shqipërinë. Korrupsioni i lartë është diçka që streson dhe nuk bën të jesh i lumtur. Edhe nëse ti korrupton dhe zgjidh probleme me korrupsion, kjo nuk të bën dot të lumtur, do të hidhesh për pjetë. Pra është e pamundur që të jesh i lumtur. Mund të jesh çik i lumtur që zgjidhe një hall, por në mirëqenie e përgjithshme të dëmton. Një kriter tjetër që ne kemi shumë të ulët është mbështetja e njëri tjetrit. Shqiptarëve u ul shumë kënaqësinë e jetuarit. Mungesa e perceptuar nga ata e mbështetjes nga miqt. Shiko gjitha njerë, për shembull del ku di unë, ish zëvendës kryeministri dhe manje do në çast thot për kryeministrin. Po. Në vend ta mbështesi siç e ka mbështetur kur tani po flasim perceptimi jon, se këtej mendon që e ka mbështetur shumë bides. Kupton? Ka mbështetur mbas murit. Ndoshta solla shembullin e gabuar, por Shqipëria për mbështetje sociale është në 111-a në botë. E fundit në rajon, e fundit në Europë dhe është nga të fundit dhe në botë. Dhe një nga pyetjet që bëjnë ata për të kuptuar sa mbështetje ke ti është po të ndodhet diçka e keqe. A ke ndonjë person tek i cili mund mbështetesh? Shumica Zotin. Zotin. Po pra të po flasim. Po, sa i mbrin deri te Zoti. Direkt. Me erdhi për të qeshur, së brendshmi. Një aspekt tjetër i lumturisë është bujaria. Pra njerëzit e lumtur e tregojnë përmes bujarisë. Pra ai nuk të pyet ai i lumtur. Ai të pyet, ke dhuruar para për bamirësi? Dhe ti përgjigjesh nëse po apo nëse jo. Dhe ai pastaj bën llogaritë e veta për të kuptuar sa i lumtur je. Dhe Kosova është në nivelet më të larta. Është e 17-a në botë. Dhe Blerina, nuk e di a ke vëre që kur je në qef, kur je gëzuar, ke dëshirë të japësh lek, diun, hedh lek tek ai muzikanti i rrugës etj etj. Kam vëre kur shkoj në Finland. Kur shkoj në shtetit, nuk të vjen të japësh lek gjithandaj se ke një lloj kështu. Ndjehesh kështu si mbirek, kështu si i lumtur, si i kënaqur. Dgjoj. Dhe neve na fusin vetëm në malazezet për mungesë bujarie. Pra në gjithë rajonin ton janë malazezet më të zinjt. Pas tyre vim ne. Në vendi 72 në botë. Ore, un jam duke reflektuar pak. Kam edhe një dy gjëra të tjera po duash. Po, jo, i dua. Në dy kritere të tjera. I dua. Liria për të bërë çfarë të duash me jetën tënde. Po. Që këtu
në Shqipëri është relativisht e dobët. Kosova e ka shumë mirë, shumë të mirë domethënë. Pra, e të kënaqur apo të pa kënaqur me lirinë tuaj për zgjedhur atë që bën me jetën tuaj. Okej, ne këtu nuk kemi edhe aq keq, por jemi prap dobët dhe paraja. Më fal, mund të bëjmë çfarë të duam, të rrim për shembull shtrir. Kam idenë që kur na pyesin a mund të bësh çfarë të duash me jetën tënde, është ideja që të ikim jashtë apo të rrim brenda. Dhe prandaj kemi dalë mirë. Por e vërteta e thelbi pyetjes është diçka tjetër. A ke mundësi të zgjedhësh? Nuk e ke fjalën të dalim jashtë. Shiko, a nuk të duket sikur ikja jo nga Shqipëria është një dalje jashtë? Po. A e blen para e lumturinë është një tjetër nga kriteret e cila nuk ndërtohet, pra ky kriter nuk ndërtohet duke pyetur a e blen apo se blen, pra jo çfarë mendimi ke ti. Po sa lekë dha. Po. Hape portofolin. Për shembull Kosova është, siç thash, vendi më i varfër në Europë. Po të masesh me këtë PPB-n e famshme, që është prodhimi i brendshëm bruto, që në fakt është një me çka dëgjuar është një kriter jo real për të matur, si më thën, sepse futen ca elemente të cilët nuk tregojnë realisht se sa i pasur është individi në një vend. Por prap janë më të lumturit sepse cilësinë e jetesës nuk ja shkakton paraja. Pra nuk është paraja njësia matëse për të matur. Pra e vërteto ka ky studim. Pra nuk është kriter a blen paraja lumturinë, por është thjesht një rrjedhje, pra nga ky studim rrjedh edhe përgjigjja kësaj pyetje nëse paraja blen apo jo lumturinë. Dhe rezulton që nuk është e vërtetë. Dhe un kam, edhe këtu pastaj po flasim, më thashë them tavolinën, që kam njohur njerëz shumë të pasur që janë shumë të mërzitur me jetën. Po. Pra përpiqen dhe mendojnë sa më shumë dhe po të vësh re këto që dëgjojmë që blejnë me qindra mijëra euro garderobë për shembull, ka një probleme shumë të mëdha me jetën e tyre që përpiqen ta kanalizojnë ose ta kompensojnë me blerje. Sikurse kam një mik të cilin pak a shumë mund ta përshkruaja si një ndoshta si një stilist. Po, i cili sa herë që ishte në depresion shkonte dhe blinte gjëra të shtrenjta, edhe pse s'kishte para. Sepse ishte e vetme mënyrë për të ngritur pak përkohësisht moralin e vet, për të ndjerë një çik mirë. Kështu që kjo puna paras është tentativë për ta, siç kam dëgjuar, për ta shëruar këtë sindromën e palumturisë për momentin. Mirë, shkojmë me një blok reklamash, kthehemi për një përqafim të fundit. Për të bërë dalje.